Po ashtu Allahu i lartësuar thot: "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allaha shadidul iqab." Çfarë ju jepi dërguari, merreni atë, dhe çfarë ju ndalon, largohuni prej saj dhe friksojuni Allahut, sepse Allahu është i ashpër, sepse Allahu është i ashpër në dënim. Po ashtu thot Allahu i lartësuar: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thua ju o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t'u doj juve dhe t'u afal gjinahet. Allahu është falës dhe mëshirëplot. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Dhe në ditën kur zullumçari do të kafshoj duart e tij, duke thënë: sikur të kisha marrë një rrugë me të dërguarin. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasul." Ditën kur fytyrat e tyre do të kthehen e përmbysen në zjarr, ata do të thonë: sikur të ishim bindur Allahut dhe të ishim bindur të dërguarit. Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka thonë: Allahu ka urdhëruar bindje ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në më shumë se 30 vende në Kur'an. Ai Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lidhur bindje ndaj pejgamberit me bindje ndaj vetvetes, dhe ka lidhur kundërshtimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kundërshtim ndaj Allahut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala: "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Rawahu al-Bukhari. Transmeton sahabi i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Të gjithë ummeti im do të hyjnë në xhennet, përveç atij që refuzon." Ata i thanë: "O i dërguari i Allahut, e kush është ai që refuzon?" Ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Kush më bindet mua do të hyjë në xhennet, e kush më kundërshton, ai veç se ka refuzuar."